Era e Parisit ishte e ftohtë atë pasditë të fundtetor, me rrugët e lagura nga shiu i lehtë që kishte rënë mëngjesin e hershëm. Restoranti Le Pavillon des Arts qëndronte i heshtur, përveç zhurmës së lehtë të enëve dhe shishteve që grinde në kuzhinë. Brenda, atmosfera ishte ngrohtë dhe intime, me dritë zbeth nga llambat e artizanatit dhe erë të përzierë të kafes së freskët dhe bukës së pjekur. Kamarieri i ri, Julien, i cili punonte aty prej 3 vitesh, po kontrollonte me kujdes tavolinat e rezervuara për klientët e pasur. Nuk ishte vetëm një punë për të, por mënyra e tij për të mbajtur vetbesimin dhe ëndrrën për një ditë të madhe kur të kishte hapur restorantin e tij të vogël aty pranë Montmartres. Ai po përgatiste një tavolinë për 2 kur dera u hap me një tërheqje të madhe dhe një erë parfumesh të shtrenjta pushtoi ambientin. Një burr i gjatë, me kostum të zi të përsosur, pantallona të gërshetuara me kujdes dhe syze dielli, hyri brenda me një siguri që mbante të gjithë hapësirën në kontroll. Ai nuk ishte thjesht një klient i pasur, ai ishte një nga ata njerëz që të bënte të ndihesh i vogël, edhe nëse ishe më jaftë se ai në shumë aspekte. Bonsoir, tha Julien, duke ju afruar me buzëqeshje të kujdesshme. A keni rezervuar? Burri i pasur ngriti një dorë të lirshme dhe përgjigjja e tij ishte e shkurtër, por e ftohtë. Julien, nuk e di pse nuk më ke njohur, por nuk ka rëndësi. Vendos një tavolinë afër dritares. Drita është e rëndësishme për shijen. Julien u ngrys pak, duke ndjerë një shkum nervash që filloi të rrithte nëpër shpinë. Atë emër e kishte dëgjuar shumë herë, por jo thjesht në restorantet e këtij qyteti. Ai e njihte burrin për arsye që nuk mund të zbulonte kurrë në publik. Dhe ndërsa e çonte drejt tavolinës, një ndjesje e çuditshme tensioni e pushtoi, diçka e pazakont po përgatiste një skenë që nuk kishte të bënte vetëm me ushqimin. Çfarë dëshironi të pini? Pyeti Julien, duke përpjekur të mbante qetësinë në zë. Vetëm një ujë i ftohtë. Nuk dua ndonjë gjë tjetër që të më shpërqendroj nga momenti, përgjigj burri me një ton që nuk pranonte kundërshtim. Të gjithë stafi i restorantit po e vështronte situatën me kujdes. Nuk ishte për arsye se burrat e pasur zakonisht ishin të ashpër, ishte diçka më shumë. Një ndjesi tensioni që përshkonte ajrin dhe i bënte të gjithë të ndjenin një paralajmërim të panjohur. Kur ushqimi u shërbye, momenti i heshtur u ndër papritur. Burri i pasur ngriti një copë mishi dhe e hodhi drejt fytyrës së Julienit. Një heshtje absolute mbuloi sallën për disa sekonda. E në tronditën, gota u tundën dhe disa klientë ulur pranë dritares ngritën kokat me habi dhe shqetësim. Çfarë po bën? Tha Julien, duke u pastruar fytyrën me shpejtësi, por pa humbur qetësinë. Një pjesë e tij dëshironte të shpërthente, por instinkti e mbante nën kontroll. Por kur e pa fytyrën e burrit, një ndjenje e çuditshme u përhap në stomakun e tij. E njihte menjëherë. Nuk ishte thjesht një klient i pasur, ishte dikush që i kishte ndryshuar jetën në të kaluarën, dikush që kishte lënë shenje të pashlyeshme në familjen e tij dhe karrierën që po ndërtonte. Ju e dini shumë mirë kush jam, tha Julien me zë të ulët, por me vendosmëri. Dhe unë e di gjithçka për ju. Burri i pasur ngriti vetullat, duke shfaqur një përzierje midis habis dhe zemërimit. Drita e qirinjve reflektonte në syzet e tij të shtrenjta, duke i dhënë fytyrës një ton gati teatral, por ishte një dramë reale, jo një lojë. Julien nuk e prisja këtë, tha ai duke mbajtur një copë mishi në dorë, tani i shtrirë për të treguar superioritetin. Po luan me zjarrin. Dhe ti e di shumë mirë se çfarë do të thotë të luash me zjarr me mua. Julien u përkul pak, duke përgjuar çdo fjalë dhe duke menduar për të gjitha ato që kishin ndodhur vite më parë. Historia midis tyre nuk ishte të bënte vetëm me këtë restorant, këtë mbrëmje, apo këtë copë mishi të hedhur. Ishte një rrjeti të kaluarës, i padrejtësive, shkeljeve dhe mashtrimeve që kishin lënë gjurmë të thella në të dy. Ai e përmblodhi frymën dhe, me qetësi që tronditi vetë djemt më të fortë të Parisit, tha. Nuk është mbrëmja ime për të treguar të kaluarën, por është mbrëmja jote që po zbulohet. Çfarë ke bërë dikur do të kthehet? Salla u mbush me tension. Disa klientë që ishin duke pirë verë shikonin me frikë, por nuk guxonin të ndërhynin. Kujdoi dukej se historia që po ndodhte para syve të tyre ishte më e madhe se çdo dramë që kishin parë në ekran. Julien qëndroi ngrirë për një moment, duke ndjerë rrjedhën e adrenalinës që i kishte pushtuar trupin. Dera e restorantit u hap prap, dhe një grua e re me flokë të kushërëm hyri me shpejtësi, duke u përpjekur të mbante ekuilibrin e një takimi të vonuar. Ajo pa menjëherë atë tension të papritur dhe fjeti për disa sekonda në pragun e tavolinës. Më falni dha ndodhi diçka. Pyeti ajo me një zë të ngrohtë, por të shqetësuar. Julien e shikoi me një përzierje lehtësie dhe urrejtjeje, lehtësie sepse nuk ishte vetëm në këtë situatë dhe urrejtje sepse pranë tij qëndronte një njeri që i kishte prishur jetën dikur. Jo, gjithçka është në kontroll, tha Julien me një buzëqeshje të ftohtë. Vetëm një keqkuptim i vogël. Burri i pasur e kapi këtë përgjigje si provokim.
Ai hodhi një shikim të thellë, I cili mund të shkatëronte çdo mbrojtje që dikush mund të kishte ngritur. Ke të drejtë, Julian, është vetëm një keqkuptim. Por duhet të dish diçka. Çdo keqkuptim ka pasoja. Dhe unë nuk e harroj atë që më pengon. Ai u ul në tavolinë, por syri I tij nuk largohej nga Julian. Ai ishte I vetëdijshëm se çdo lëvizje, çdo frymëmarrje, çdo hap I vogël I kamerierit mund të interpretohej si sfidë ose nënshtrim. Julian ndjeu një ndjesi të çuditshme, frikë dhe shpirt rebel në të njëjtën kohë. Ai e dinte se duhet të ruante qetësinë, por nuk mund të shmangte shikimin që e kishte njohur që në momentin e parë. Tit, foli Julian pas një heshje të gjatë, e di se kush jam unë, dhe e di gjithashtu se çfarë kam bërë për të mbajtur gjërat nën kontroll këtu. Por nuk do të lë asgjë të ndryshojë mënyrën time të trajtuarit të njerëzve të tjerë. Burri I pasur qeshi, një tingull I thellë që mbushi sallën. Ti nuk e kupton. Nuk ka të bëjë me mënyrën tënde të trajtuarit të njerëzve, Julian. Ka të bëjë me atë që ti nuk e ke pritur kur. Unë nuk harroj asgjë. Dhe këtë mbrëmje, unë dua një kujtesë e fortë. Në atë moment, një prej klientëve të tavolinës pranë dritares I hodhi një vështrim të shpejtë Julianit, duke I dhënë një shenjë se gjithçka ishte jashtë kontrollit normal. Por Julian nuk e pa, ai ishte zhytur thellë në mendimet e tij, duke kujtuar të kaluarën. Vite më parë, ai kishte qenë thjesht një djalë I zakonshëm që punonte si ndihmës kamarier në një tjetër restorant luksos të qytetit. Një gabim I pafajshëm, një mashtrim I vogël I të pasurit, kishte ndryshuar gjithë jetën e tij dhe të familjes së tij. Ai kishte humbur punë, dinjitet, dhe kishte parë njerëz të dashur të lënduar për shkak të arrogancës së këtij burri. Dhe tani, pas gjithë këtyre viteve, fytyra e tij po shfaqej para tij në mënyrën më të papritur dhe poshtëruese, një copë mishi e hedhur në fytyrë. Julian mori frymë thellë dhe përgatiti një reagim që nuk ishte I menjëhershëm, por I menduar. Ai nuk do të lejonte që historia e kaluar ta zhdukë atë. Ndoshta, kjo është mënyra jote për të treguar pushtetin, tha Julian me një zë të ulët për të qetë, por fuqia nuk matet me atë që mund të hedhësh në fytyrën e dikujt. Ajo matet me atë që ndodh pas kësaj. Burri I pasur ngriti një shikim të ngjashëm me një sfidë. Ai e dinte se Julian po fliste për diçka më të madhe, një hakmarrje e mundshme, një rihapje e plagëve të së kaluarës. Por ai ishte I sigurt se askush nuk mund të njohë aq mirë sa ai mendonte. Julian, tha ai, duke e thirrur emrin me një ton që përzihej me stronditjes dhe kënaqësisë, nuk e prisja këtë. Dëshira jote për të më sfiduar është interesante, por duhet të dish, edhe unë kam mësuar disa gjëra. Dhe këtë mbrëmje, ndoshta do të kuptosh se fuqia ka shumë forma. Ndërkohë, stafi I restorantit po shikonte me shqetësim. Disa kishin shprehur frikë të hapur, disa të tjerë ishin duke përgatitur mënyra për të ndërhyrë nëse situata do të përshkallëzohej. Por Julian nuk I kërkonte ndihmë askujt. Ai kishte një plan të tij, një plan që rrithej nga të kaluarat dhe të gjitha njohuritë që kishte për këtë njeri. Ushqimi që mbeti në tavolinë ishte tashmë I ftohtë, por tensioni ishte më I nxehtë se çdo gjë tjetër në atë ambient. Julian ndjeu një forcë të brendshme që nuk e kishte ndier kurrë, një ndjesi që përzihej me zemërimit, inteligjencës dhe një qetësie të frikshme. Ai nuk po vepronte me instinkt, po vepronte me kujdes. Nëse mendon se mund të më friksosh me një copë mishi, vazhdoi Julian, atëherë ke gabuar. Unë e di shumë mirë kush je. Dhe gjithçka që ke bërë, çdo gabim, çdo padrejtësi do të dalë në pa. Burri I pasur u ngrit, duke tundur dorën si për të treguar se nuk kishte frikë. Por për herë të parë, një ndjesi dyshimi u shfaq në fytyrën e tij. Ai e kuptoi se ky kamarier I zakonshëm nuk ishte më I zakonshëm. Kishte kaluar shumë kohë që të vinte momenti I saktë për një llogari të papritur dhe Julian e kishte gati. Shiko, Julian, tha ai duke ulur pak zërin dhe duke lëvizur me një takt të llogaritur, kjo nuk është fundi I mbrëmjes. Por do të shohim kush do të dalë fitimtar. Një heshtje mbuloi sallën për disa sekonda. Çdo klient, çdo kamarier, çdo person I pranishëm e ndjeu atë tension të padukshëm, por të fortë. Disa prej tyre e dinin instinktivisht se historia që po zhvillohej para syve të tyre nuk ishte thjesht një incident I zakonshëm. Ishte një përplasje mes fuqisë dhe hakmarrjes, mes të kaluarës dhe të tashmes, mes arrogancës dhe drejtësisë. Julian mori frymë thellë dhe shikoi drejt dritares. Lumi I qytetit duke I qetë, por ai e dinte se brenda tij kishte një rrjedh të fshehtë që mund të shpërthente në çdo moment. Ai ishte I përgatitur. Dhe gjithçka do të shfaqej këtë mbrëmje, në mënyrën më të papritur dhe të pashembullt. Julian shndroi aty me duart akoma pak të dridhura, por me sy të fokusuar. Ai nuk mund të lejonte që historia e tij e kaluar të shpërfillet, dhe as që mund të lejonte arrogancën e këtij burri të fuqishëm të ndikonte mbi të ardhmen e tij.
Ai kujtoi saktësisht atë 10 vjet më parë, kur, i ri dhe naiv, kishte rënë për mashtrimeve të një njeriu të pasur, një njeriu që kishte përdorur pushtetin dhe parat për të shkatëruar punën e tij të parë dhe për të lënduar familjen e tij. Tit, Julien filloi me një zë të ulët, por të vendosur, nuk e di çfarë do të thotë të jesh i vërtet. Nuk e di çfarë do të thotë të dish të falësh, dhe nuk e di as çfarë do të thotë të paguash për gabimet e tua. Por unë e di. Dhe këtë mbrëmje do ta dish edhe ti. Burri i pasur e shikoi me një përzierje habie dhe një kënaqësi të fshehur, sikur po vlerësonte guximin e këtij kamarieri të ri që po fliste përballë tij. Ai nuk ishte mësuar kurrë që dikush të guxonte ta sfidonte në këtë mënyrë, veçanërisht dikush që ai e kishte njohur si të dobët dhe të pakic. Julien, foli me një ton që përzihej mes kënaqësisë dhe hakmarrjes së fshehur, nuk e prisja këtë. Por ndoshta, ky është momenti që unë të shoh se çfarë ke mësuar gjatë gjithë këtyre viteve. Një heshtje mbuloi sallën. Çdo klient dhe kamariere ndjeu tensionin që po përhapej, një tension që nuk ishte të bënte vetëm me këtë tavolinë, por me histori të fshehta që nuk ishin thënë kurrë. Një pjesë e parisit brenda këtij restoranti kishte ngecur në një kohë tjetër, në një kohë kur gabimet dhe padrejtësitë ishin bërë pjesë e jetës së Julienit. Ai kujtoi se si kishte punuar në restorante të ndryshme, duke u përpjekur të arrinte suksesin e tij, por gjithmonë duke u ndier i penguar nga ky njeri. Dhe tani, fytyra e tij qëndronte para tij, arrogant, i pasur, i fuqishëm, duke menduar se mund ta dominonte edhe këtë herë. Nuk më frikson, tha Julien, duke u shtrirë pak mbi tavolinë dhe duke e shikuar direkt në sy. Dhe çdo gjë që ke bërë, çdo gabim, çdo padrejtësi do të dalë në pa. Burri i pasur ngriti dorën për një moment, sikur të tregonte se nuk kishte frikë. Por brenda tij, një ndjesi e re po lindte, një dyshim i panjohur që nuk kishte ndier kurrë më parë. Ai e dinte që ky djalë, ky kamarier i zakonshëm, nuk ishte më kaq i zakonshëm. Kishte diçka më të madhe në të, një forcë të brendshme që nuk mund ta kishte imagjinuar. Ndërkohë, disa klientë që ishin ulur pranë dritares nisën të përqendrohen më shumë te tavolina e tensionuar. Disa ishin duke përpiqur të mos ndërhynin, por sytë e tyre nuk mund të largoheshin nga skena që po zhvillohej. Ishte një përplasje mes të kaluarës dhe të tashmes, mes fuqisë dhe drejtësisë, mes arrogancës dhe hakmarrjes. Julien mori frymë thellë dhe e dinte se duhej të kontrollonte çdo fjalë, çdo gjest. Ai nuk po vepronte me instinkt, po vepronte me kujdes, duke përgatitur çdo hap për atë që do të vinte më pas. Ai e dinte që ky moment nuk ishte vetëm për të, por për të gjithë ata që kishin qenë dëshmitar të padrejtësive të këtij burri. Nëse mendon se mund të më friksosh me një cop mishi, vazhdoi Julien, atëherë ke gabuar. Fuqia nuk matet me ato që mund të bësh në fytyrën e dikujt. Ajo matet me atë që ndodh më pas. Burri i pasur u ngrit, me sy që lëviznin me kujdes. Por për herë të parë, ai ndjeu një tërheqje të panjohur, nuk mund ta parashikonte këtë kamarier. Ai e kuptoi se historia e kaluar, që mendonte se ishte e mbyllur, por i hapej në mënyrën më të papritur. Shiko, Julien, tha ai, duke ulur pak zërin, kjo nuk është fundi i mbrëmjes. Por do të shohim kush do të dalë fitimtar. Julien mori frymë thellë dhe shikoi drejt dritares. Lumi i qytetit duke i qetë, por ai e dinte që brenda tij kishte një rrjedh të fshehtë që mund të shpërthente në çdo moment. Ai ishte i përgatitur. Dhe gjithçka do të shfaqej këtë mbrëmje, në mënyrën më të papritur dhe të pashembullt. Në atë çast, dera e kuzhinës u hap dhe shefi i kuzhinës, një burr i gjatë dhe me një fytyrë të ashpër, hyri duke thirrur me urgjencë. Julien, një djalë po thërret emrin tënd në rrugë. Duket se dikush ka ardhur me shpejtësi. Julien u kthye dhe pa një makinë të zezë që ndaloi pranë hyrjes. Një figurë e njohur zbret nga makina, duke ecur drejt restorantit me një shpejtësi që nuk ishte normale. Ai e njihte atë figurë menjëherë, një nga ata njerëz që mund të ndryshonin gjithçka për një çast. Kjo nuk mund të jetë rastësishme, tha Julien me një buzëqeshje të lehtë të hidhur. Çdo gjë po ndryshon këtë mbrëmje. Atmosfera në sallë u ngroh deri në pikën e shpërthimit. Drita e qirinjve reflektonte mbi fytyrat e të pranishmëve, duke krijuar hijet më të errëta dhe më dramatike që Julien kishte parë ndonjëherë. Ai e dinte që momenti i dur kishte ardhur, dhe se çdo veprim do të kishte pasoja të pakthyeshme. Makina e zezë qëndroi pak para hyrjes së restorantit, duke bërë një tingull të lehtë nga frenat e saj të zhurmshme. Njeriu që zbriti nuk ishte thjesht një kalimtar i rastësishëm, ai kishte një prezencë që i bëri të gjithë ata brenda të ndiheshin të ngrirë. Një djalë me kostum të errët dhe pamje të ashpër, i cili dukej si dikush që punonte për fuqi të madhe, eci drejt Julienit. Ai e njohu menjëherë, një mik i vjetër i familjes së tij, dikush që kishte qenë pranë atij njeriu të pasur në momentet kyçe të kaluarës, dhe që tani dukej se kishte ardhur për të shqyrtuar situatën. Julien e ndjeu tensionin të rritet. Ai nuk mund të lejonte që historia të ikte nga duart e tij.
Tani nuk ishte vetëm një incident me një copë mishi të hedhur, ishte një përplasje midis të kaluarës fuqisë dhe drejtësisë së vonuar. Julian, tha burri që sapo kishte zbritur nga makina, duket se mbrëmja juaj është duke u bërë interesante. Po shoh që dikush ka vendosur të mos mbahet më pas. Julian e njohu menjëherë. Ishte Lutz, një mik i vjetër i familjes, dikush që kishte ditur gjithmonë sekretet e burrit të pasur dhe që tani duke se kishte ardhur për të parë drejtësinë në veprim. Ai hodhi një shikim të shkurtër tek burri i pasur dhe pastaj te Julian. Nuk është rastësi që jam këtu, Julian. Dhe ti e di pse. Burri i pasur ngriti një vetull, duke treguar habi dhe pak frikë të fshehur. Ai nuk ishte pritur që historia të merrte këtë drejtim. Një nga ata njerëz që mendonte se mund t'i kontrollonte të gjitha po shfaqej në tavolinën e tij, dhe tani tensioni ishte i padurueshëm. Julian ndjeu një forcë të brendshme që po rritej me çdo sekond. Ai nuk ishte më thjesht një kamarier i zakonshëm që priste të përfundonte mbrëmja pa incidente, ai ishte dikush që kishte marrë një pjesë të kaluarës së tij dhe po e kthente në fuqi. Lutz, tha Julian me zë të qetë, nuk e di pse erdhe, por tani çdo gjë është më e qartë. Nuk është vetëm fytyra e tij që po shfaqet para meje. Është e gjithë historia që ai ka ndërtuar mbi arrogancën dhe padrejtësinë. Lutz buzëqesh i lehtë, një buzëqeshje e fshehtë dhe e ditur. Ai e dinte se çfarë do të ndodhte më pas. Ai ishte një dëshmitar, por edhe një instrument i fshehtë që do të ndihmonte Julianin të merrte atë që ishte i drejtë. Po Julian, tha Lutz, dhe kjo mbrëmje është vetëm fillimi. Çdo lëvizje ka rëndësi. Dhe çdo sekond që kalon, historia po ndryshon. Stafi i restorantit po shikonte gjithçka me një kombinim frike dhe kurioziteti. Disa klientë të tjerë, që fillimisht kishin marrë pjesë thjesht si dëshmitar të një incidenti të vogël, tani ndjeheshin sikur po shikonin një dramë reale, një ngjarje që mund të ndryshonte fatin e njerëzve të pranishëm. Julian, tha burri i pasur me zë të ngjirur, ti nuk e kupton se çfarë po ndodh këtu. Nuk ka të bëjë më vetëm me mua. Ka të bëjë me atë që ke bërë ti dhe ato që mendon se mund të arrish. Por do të shohim kush ka më shumë fuqi kur e gjithë e kaluara del në pa. Julian nuk u tremb. Ai e dinte se tani kishte mbështetje dhe njohuri që nuk kishte pasur më parë. Ai e dinte se çdo gabim i kaluar i burrit të pasur do të vinte në sipërfaqe. Dhe ai nuk do të humbiste këtë mundësi. Nuk më intereson fuqia, tha Julian, nuk më intereson arroganca jote. Më intereson drejtësia. Dhe këtë mbrëmje, ajo do të shfaqet. Burri i pasur buzëqeshi për herë të fundit, një buzëqeshje që ishte një përzierje e kënaqësisë dhe zemërimit. Ai e dinte se një njeri që kishte qenë dikur i dobët, tani po ndryshonte lojën. Dhe ai e dinte që nuk kishte mënyrë të kthente kohën pas. Në atë moment, një kamerier tjetër hapi derën e pasme të restorantit dhe tha me zë të lartë: "Dikush ka ardhur për të parë nëse gjithçka është nën kontroll." Julian u kthye dhe pas se ishte një gazetare lokale që kishte marrë lajm për incidentin e mëparshëm dhe kishte vendosur të mbulojë skenën. Tani historia nuk ishte më vetëm mes tyre, ajo po bëhej publike dhe çdo veprim kishte pasoja. "Çfarë po ndodh këtu?" pyeti gazetarja me mikrofonin e saj. "A është kjo një përplasje personale apo diçka më serioze?" Julian shikoi drejt saj dhe pastaj tek burri i pasur. "Kjo është shumë më tepër se sa duket. Është historia e të kaluarës, e padrejtësive dhe e fuqisë që shpesh përdoret për të frikësuar të tjerët. Por këtë mbrëmje, gjithçka do të dalë në pa." Burri i pasur u ul, por tani shikimi i tij nuk ishte më aq i sigurt. Ai kuptoi që çdo veprim i tij do të analizoheshin dhe çdo gabim i kaluar mund të dilte në sipërfaqe. Dhe Julian, me mbështetjen e Lutz dhe me një qetësi të frikshme, po përgatitej të zgjidhte gjithçka. Atmosfera në sallë ishte ngarkuar. Drita e qirinjve reflektonte mbi fytyrat e të gjithë të pranishmëve, duke krijuar hijet më dramatike. Çdo sekond që kalonte, tensioni rritej dhe çdo veprim do të kishte pasoja që askush nuk mund t'i parashikonte. Julian mori frymë thellë dhe e dinte se momenti i dur kishte ardhur. Ai e shikoi burrin e pasur dhe tha me vendosmëri: "Çdo gjë që ke bërë dikur, çdo padrejtësi, çdo mashtrim do të dalë në pa. Nuk ka më kthim pas." Burri i pasur u ngrit dhe për herë të parë, një ndjesi frike u shfaq në fytyrën e tij. Ai kuptoi se ishte përballë dikujt që nuk mund të nënvlerësonte më. Dhe Julian, me një qetësi që i bënte të gjithë të dridhnin, e dinte që kjo mbrëmje nuk do të harrohej kurrë. Julian u shtri pak mbi tavolinë, duke përtypur çdo fjalë të tha burri i pasur dhe duke ndier se çdo sekond që kalonte afronte momentin e pamëshirshëm kur e gjithë e kaluara do të shpërthente. Ai kujtoi saktësisht atë vit, kur ishte ende i ri dhe i naiv. Ishte punëtor në një restorant luksos në Champs-Élysées, një vend ku njerëzit e pasur shfaqnin arrogancën e tyre me çdo fjalë, çdo gjest. Ai kishte qenë atje jo për të marrë hak, por thjesht për të punuar dhe për të siguruar jetesën.
Ai kujtoi momentin kur burri I pasur kishte hyrë aty për herë të parë, duke sjellë një energji që kishte friksuar jo vetëm të rinj si Julien, por edhe shefat e tij. Një gabim I vogël, një shkelje e rregullave që kishte bërë Julien pa dashje, ishte shndërruar në një katastrofë për të. Burri I pasur kishte përdorur këtë gabim për të shkatëruar reputacionin e tij, duke e lënë Julienin të humbiste jo vetëm punën, por edhe respektin që kishte fituar për vite me përkushtim. Nuk e kam harruar, tha Julien duke shikuar fytyrën e tij me një qetësi të frikshme, çdo padrejtësi, çdo gabim që më ke bërë do të dalë në sipërfaqe. Dhe ti e di që nuk mund ta ndalosh këtë. Burri I pasur ngriu për një çast, duke kuptuar se kjo nuk ishte thjesht një sfidë zakonshme. Ishte dikush që kishte kaluar përtej çdo frike që mund të kishte provuar dikush si ai. Kishte kaluar vite duke u përpjekur të harroje, por tani historia po vinte përsëri për t'i treguar se asgjë nuk mbetet e fshehur. Lutz, që qëndronte pak më tej, buzëqeshi lehtë. Ai kishte qenë pjesë e atyre viteve të errëta dhe e dinte se çdo hap I Julienit ishte I menduar mirë. Ai nuk ishte thjesht dëshmitar, ishte një katalizator që do të ndihmonte në shpalljen e së vërtetës. Çdo gjë që mendon se ke fshehur, çdo gabim që mendon se ka kaluar pa u vënë re, do të dalë tani, tha Julien me një vendosmëri që tronditi të gjithë sallën. Burri I pasur ngriti dorën, sikur të tregonte se nuk kishte frikë, por brenda tij një shqetësim I panjohur po linte. Ai e dinte se përballë kishte dikë që kishte mësuar nga e kaluara, dikë që nuk do të lejonte që arroganca e tij ta dominojë më. Gazetarja që ndodhej pranë tavolinës bëri një shënim në bllokun e saj, duke regjistruar çdo detaj. Ajo e dinte që po përjetonte një moment unik, një përplasje që mund të ndryshonte perceptimin e të gjithëve për këta dy njerëz. Julien, tha Lutz me zë të ulët, është koha të tregosh gjithçka. Mos e ndal historinë. Julien mori frym thellë dhe e dinte se momenti I duhur kishte ardhur. Ai filloi të tregonte pjesë të kaluarës, duke përshkruar me fjalë të qeta, por të fuqishme, çdo padrejtësi që burri I pasur kishte bërë ndaj tij dhe njerëzve të tjerë që kishin besuar tek ai. Burri I pasur u ngrit I tensionuar, duke kuptuar se çdo sekond që kalonte historia po bëhej publike dhe fuqia e tij që kishte mbajtur për vite po rrëshiste nga duart. Ai nuk kishte llogaritur kurrë që dikush si Julien, dikush që dukej I zakonshëm, do të kishte kurajon dhe mençurinë për të zbuluar gjithçka. Nuk mund të filloj ai, por Julien e ndërpreu me një shikim të qetë dhe vendimtar. Po, mundesh. Por tani është shumë vonë. Çdo veprim I gabuar, çdo manipulim, çdo padrejtësi do të dalë në pa. Dhe ti nuk mund ta ndalësh. Tensioni në sallë ishte I padurueshëm. Drita e qirinjve reflektonte mbi fytyrat e të pranishmëve, duke krijuar hijet më dramatike. Çdo klient, çdo kamarier, çdo person I pranishëm ndjeu rëndësinë e këtij momenti. Nuk ishte thjesht një incident me ushqim, ishte një përplasje e fuqisë, arrogancës dhe drejtësisë së vonuar. Julien e di që tani çdo fjalë, çdo gest kishte rëndësi. Ai ishte I përgatitur për çdo lëvizje dhe çdo reagim. Ai nuk ishte më thjesht një djalë I ri I humbur, ai ishte dikush që kishte marrë kontrollin mbi të kaluarën dhe po e kthente atë në fuqi. Burri I pasur u ul, duke kuptuar se kjo mbrëmje nuk ishte më thjesht për të. Ishte për të gjithë ata që kishin qenë dëshmitar të arrogancës dhe padrejtësive të tij. Dhe Julien, me një qetësi që I bënte të gjithë të dridhnin, po përgatitej të zgjidhte gjithçka, tavolina ishte një skenë tensionit të papërshkrueshëm. Julien qëndronte I qetë, por çdo fibër e trupit të tij dridhej nga energjia e momentit. Burri I pasur kishte kuptuar se nuk mund ta kontrollonte më situatën. Ai ishte përballur me të kaluarën e tij në mënyrën më të papritur dhe më të fuqishme, dhe nuk kishte më rrugë kthimi. Julien, foli burri me një zë që përzihej mes habis dhe zemërimit, nuk mund të mendoja se. Po mundesh, e ndërpreu Julien, me vendosmëri që dridhi çdo person në sallë. Por tashmë është shumë vonë. Çdo veprim I gabuar, çdo mashtrim, çdo padrejtësi që ke bërë dikur po del në sipërfaqe. Dhe nuk ka kthim pas. Gazetarja që ishte pranë tavolinës ngriti mikrofonin dhe regjistroi çdo fjalë. Ajo ndjeu që po përjetonte një histori që do të shënohej në kujtesën e Parisit. Drita e qirinjve mbi fytyrat e të pranishmëve krijonte një atmosferë teatrale, pothuajse kinematografike. Lutz, që qëndronte pak më larg, e kuptoi momentin. Ai ishte pjesë e rrjetit të fshehtë që kishte ndihmuar Julienin të vinte në këtë pikë. Tani gjithçka do të shfaqej. Tani e kuptoj, tha Lutz, me një zë të ulët dhe të qetë, çdo veprim ka pasoja, dhe çdo e fshehtë që mendonim se ishte e harruar po del në dritë. Burri I pasur u ngrit nga karrigia dhe hodhi një vështrim rreth sallës. Ai kuptoi se stafi, klientët dhe gazetari ishin dëshmitar të çdo sekonde të kësaj përplasjeje. Fuqia që kishte mbajtur për vite ishte duke u tkurrur, dhe çdo hap I Julienit po e shkatëronte atë iluzion superioriteti.
Julian mori frymë thellë dhe filloi të tregonte detaje të fshehta të gabimeve dhe manipulimeve të tij, duke përshkruar me fjalë të qeta por të fuqishme çdo padrejtësi që kishte ndodhur vite më parë. Burri i pasur u dridh pak dhe për herë të parë në jetë u ndjei pa mbrojtur. Nuk është e mundur, tha ai, duke shtrirë dorën sikur të kërkonte një mbështetje të fshehur, por nuk kishte asgjë për të mbajtur. Ti nuk ke të drejtë, por kam, tha Julian, dhe çdo person këtu mund ta shohë. Tani çdo sekondë kësaj mbrëmjeje është e dokumentuar. Çdo padrejtësi e fshehur po del në sipërfaqe. Një heshtje e rëndë mbuloi sallën. Çdo klient, çdo kamarier, çdo person i pranishëm e ndjeu rëndësinë e momentit. Nuk ishte më thjesht një incident i zakonshëm, ishte një përplasje mes fuqisë dhe drejtësisë, mes arrogancës dhe hakmarrjes së vonuar. Burri i pasur u ul për pak, duke marrë frymë thellë. Ai kuptoi se çdo lëvizje e tij do të analizoheshin dhe çdo gabim i kaluar mund të dilte në sipërfaqe. Julian, me një qetësi që i bëri të gjithë të dridhnin, po përgatitej të tregonte gjithçka. Kjo është për të gjithë ata që kanë duruar padrejtësinë tënde, tha Julian duke shikuar çdo fytyrë në sallë. Nuk është vetëm për mua. Është për ata që nuk kanë pasur mundësi të flasin. Stafi i restorantit filloi të lëviz ngadalë, duke kuptuar se kjo mbrëmje nuk ishte thjesht për ushqim ose për një incident të vogël. Ishte një shfaqje e fuqisë morale dhe e drejtësisë së vonuar. Disa klientë ndjen këtë dhe filluan të bënin shënime, ndërsa të tjerë të shikonin me një ndjenjë të përzierë mes habisë dhe respektit. Gazetarja ngriti mikrofonin dhe pyeti: "A do të thoni gjithçka që dini, Julian? Apo do të ndaloni këtu?" Julian shikoi burrin e pasur dhe pastaj të gjithë sallën. Ai e dinte se momenti kishte ardhur. "Nuk ka më kthim pas," tha ai. "Çdo e fshehtë, çdo padrejtësi, çdo mashtrim që është bërë dikur do të dalë në dritë. Dhe kjo është vetëm fillimi." Burri i pasur u ngrit, por për herë të parë nuk kishte fjalë. Ai kuptoi se historia e tij po rrëzohej në mënyrën më dramatike dhe publike. Dhe Julian, me qetësi dhe vendosmëri të frikshme, e dinte që ky moment nuk do të harrohej kurrë. Një atmosferë e rëndë pushtoi sallën. Çdo frymëmarrje ishte e ndjerë, çdo zë i ulët duke më i fuqishëm. Julian e dinte se historia e tyre kishte arritur kulmin dhe çdo hap i ardhshëm do të vendoste drejtësinë në vend. Drita e qirinjve reflektonte mbi fytyrat e të pranishmëve, duke krijuar hijet më dramatike që kishte parë ndonjëherë. Çdo veprim i Julianit ishte i menduar, çdo fjalë e tij kishte peshë. Ai nuk ishte më thjesht një kamarier, ai ishte një simbol i fuqisë morale dhe i drejtësisë së vonuar. Burri i pasur u ul përsëri, duke kuptuar se nuk kishte rrugë kthimi. Historia e kaluar ishte shfaqur, e gjitha në sytë të gjithëve, dhe çdo përpjekje për të mbajtur iluzionin e pushtetit ishte shkatëruar. Julian mori frymë thellë dhe, me një qetësi që i bëri të gjithë të dridhnin, përfundoi: "Tani gjithçka është e qartë. Çdo njeri këtu e ka parë. Nuk ka më fshehtësi, nuk ka më padrejtësi. Historia ka folur dhe drejtësia ka ardhur."